Ministri i Kulturës dhe Sportit Blendi Gugla ka qenë përfaqësuesisht të botërore në kuadër të Forcimit të Bashkimit për Shkueshëm të Turizmit Shqipëri. Takimi është kryesuar nga Massimiliano Paolucci, drejtori i Bankës Botërore për Shqipërinë, dhe u zhvillua me pjesëmarrjen Ling Zhang, drejtor global për zhvillimin urban, financat ndërkombëtare, turizmin dhe menaxherimin. Gjatë diskutimeve u trajtuan konkretisht hapa që duhet të ndërmerren për të orientuar turistët drejt një modeli me më shumë cilësi, më shumë diversifikim dhe më shumë vlerë të shtuar për ekonominë lokale. Gonxha theksoi se fokusi i bisedës ishte zhvillimi i produkteve turistike për te sezon veror me vëmendje të veçantë ndaj zonave malore, siteve të trashëgimisë kulturore dhe përfshirjes së komuniteteve lokale në xhirin e vlerës. Sipas tij, një prioritet mbetet rigjenimi i destinacioneve ekzistuese përmes modeleve të teshme, si programi integruar për zhvillimin urban dhe turizmin, i cili ka dhënë rezultat konkret në qytetet të vendit. Një tjetër element i rëndësishëm i diskutuar në takim ishte sigurimi i financimit dhe mbështetjes teknike për projekte që synojnë rritjen e të ardhurave dhe punimit të sektorit të turizmit. Ministri nënvizoi se partneriteti me Bankën Botërore është thelbësor për të garantuar një zhvillim turistik më të qëndrueshëm, të balancuar dhe me përfitime të drejtpërdrejta për qytetarët, bizneset lokale dhe ekonominë kombëtare tërësi. Në përfundim palët shpreh gatishmërinë për të thelluar bashkëpunimin në projekte konkrete që mbështesin transformimin e turizmit shqiptar në një sektor më konkurrues, gjithëpërfshirës dhe të orientuar drejt standardeve ndërkombëtare.